Algoritmi është aty për të shpërblyer konfliktin dhe çdo qenie konfliktuale që i vjet atij në dispozicion. Ai shpërblen indignatën dhe ai shpërblen edhe frikësimin e të tjerëve. Sepse frikësimi prodhon klikime. Klikimet prodhojnë kohë. Dhe koha prodhon para. Dhe kështu për herë të parë në histori, ekonomia e vëmendjes është bërë ekonomi politike. Sa më shumë zemrim, aq më shumë shikueshmëri. Sa më shumë shikueshmëri, aq më shumë ndikim. Sa më shumë ndikim, aq më shumë pushtet. Mbi kë? Mbi sklevrit e algoritmeve. Mbi të gjithë ne. Kjo është arsyeja pse sot protestat nuk zhvillohen vetëm në shesh, por kanë nevojë për një shesh thjesht si përfaqësim i një lukunie që proteston në algoritëm. Madje, siç ndodhi këto 20 ditë, sheshi është thjesht një studio televizive e algoritmit. Është vendi ku filmohet materiali për ta ushqyer algoritmin dhe për ta justifikuar atë. Dhe pikërisht këtu fillon sfida më e madhe e demokracive të sotme. Demokracia e ndërtuar për qytetarët, jo për algoritmet. Janë ndërtuar për njerëzit që votojnë, jo për platformat që optimizojnë zemrimin. Kjo është betejë e kohës sonë, s'ka lidhje më me të majtën dhe me të djathtën, me qeverinë dhe me opozitën, por ka lidhje me konfliktin e hapur midis politikës në shërbim të njerëzve, në shërbim të vendit, në shërbim të punës për vendin dhe algoritmit. Politikën në shërbim të njerëzve, politikën në shërbim të vendit, politikën në shërbim të punës të vendit, algoritmi e urren. Dhe unë kam frikë se edhe unë që po flas duke qenë prej vitesh shumë i tërhequr nga zhvillimet e asaj bote, nuk e kuptoj sa e madhe është kjo betejë dhe sa monstruoze ajo mund të bëhet për fëmijët tanë. Kush shkon dhe kërkon një like dhe një follower me zemrim, punon kundër fëmijëve të tij. Dashurit e mi çdo epokë prodhon një figurë të saj karakteristike. Unë nuk dua të bëj këtu asgjë përveç se të përcjell disa nga ato që kam mësuar. Dhe nuk dua që askush ta marrë më të madhe çfarë po them. Po nëse shekulli i 19 prodhoi proletariatin industrial. Shekulli 20 prodhoi shoqërinë e mass medias. Shekulli 21 po prodhon proletariatin e algoritmit. Një klasë e re që nuk e bashkon puna, e bashkon vëmendja. Nuk e bashkon fabrika, e bashkon ekrani i celularit. Nuk e bashkon prodhimi, e bashkon shija e konsumimit vetes dhe të jetës në ekran. Dhe mbi të gjitha e bashkon një iluzion shumë i madh, që sa më shumë të dukesh, aq më autoritet ke. Unë nuk kam besuar asnjëherë që demokracia është pronë e ekspertëve, profesorëve apo edhe e politikanëve, sepse është realisht pronë e qytetarëve. Por demokracia nuk ka thënë kurrë se çdo mendim ka të njëjtën peshë mbi çdo çështje. Ajo ka thënë se çdo qytetar ka të drejtën të flasë. Po jo se çdo fjali ka të njëjtën vlerë, sepse liria e fjalës në demokracitë funksionale nuk e ka përmbysur kurrë deri më sot ligjin
e pashkruar të gravitetit të dijes dhe mbi bazën e dijes sa akumuluar për një çështje apo për një tjetër, vendimarrësit kanë marrë vendime, që nga populli deri tek të zgjedhërit e tij. Demokracia nuk e ka zëvendësuar me diçka tjetër, as përvojën, as përgjegjësinë. Sot, për herë të parë në histori, demokracia po përballet me njeriu që mund mos ketë ndërtuar kurrë asgjë, që mund mos ketë asnjë shkollë, që mund mos ketë asnjë kompetencë për të folur për atë që merr përsipër të flasë, që nuk i ka thënë kush mirëmëngjes, punë mbar, dhe që nuk ka administruar kur asnjë zyrë me 3 vetë. Dhe megjithatë, ky tip zgjohet në mëngjes me bindjen që e kupton shtetin më mirë se kushdo, edhe pse mund të jetojë në një anë tjetër të globit. Pse? Sepse algoritmi i ka dhënë atij diçka që dikur fitoi vetëm me vite pune. Dukjen. Vendosjen e vetes në vëmendjen e të tjerëve. Dhe vendosjen e vetes në vëmendjen e të tjerëve jo me hir, po me pahir. Jo duke bërë ndonjë propozim për atë dheun, po duke thirrur vdekje tradhtarëve të atë dheut. Dhe në kohën tonë, kjo dukje ngatrohet çdo ditë më shumë me autoritetin. Dhe kjo është një tragjedi e vogël e qytetërimit tonë. Autoriteti nuk është më ai që e shohin më shumë njerëz. Autoriteti është ai që mban më shumë përgjegjësi, po algoritmi nuk njeh përgjegjësi. Ai njeh vetëm vëmendje. Ai nuk pyet kush ka ndërtuar, po pyet kush e ndaloi gishtin mbi ekran kur ky budallëk u shfaq, dhe pastaj ti nuk je më i pavarur, ti kujton se je i pavarur. Je i pavarur në raport me ata që kërcënon, se nuk kanë çfarë të bëjnë, po ndërkohë ti je thjesht një sklav i algoritmit që duke të shtuar vëmendjen, të nxit që ti të bëhesh më kërcënues. Dhe nuk ka pikë rëndësie nëse ajo që thuhet është e vërtetë. Nuk ka pikë rëndësie nëse ajo që shpërndahet është e dobishme. Lëre më pastaj të ketë ndonjë rëndësi a është e drejtë apo është e padrejtë. Mjafton të jetë e fortë. Mjafton të jetë tronditse. Mjafton të jetë zemruese. Mjafton të jetë skandaloze. Prandaj jetojmë në një kohë kur britma udhton shumë herë më shpejt se sa argumenti.